Uli, vëllai i Hajrushit, bashortit tim, njëkohësisht edhe bashorti i motrës sime Naxhis, ka ra dëshmor në frontin e luftës. Do me thënë në vijën e frontit. Kjo të banë shumë krenar, sepse ai është për balë me armikun, po dhimbje për te kur nuk është hesht, asnjëherë. Sidomos momentet kur vinë datat, dhe e kujtoj ato mbesa që janë rritë pa babë. Kujtoj edhe shoh edhe motrën time, cila është rritë me një plagë, është thjesht tashmë që ka bë moshën me një plagë që asnjëherë nuk heshtet. Edhe për neve si familje, në çdo festë, në çdo gëzim, sikur është e përgjysmuar, sepse familja me gjithë dashurinë për vendin, sepse njeri është në gjendje vetë me ra për atë dhe. Mirë po është shumë e dhimbshme. Përkundër krenarisë që kemi, dhe dhimbja është në vazhdimsi. Janë bashkë. Nuk ndanë asnjëherë për njëna tjetrës. Në këtë rast, motra juaj, edhe pas shumë viteve dhe pas luftës, e gjeti, si me tha, një mbështetje të kënga, duket. A ka qenë e vështirë ta bindni që ajo të gjej forcën për fëmijët e saj, edhe të jetë me kokën lartë, edhe të vazhdoj t'i këndoj vendit? Ka qenë shumë e vështirë, sepse ajo ka qenë shumë e re, dhe në momentin që ndodhi që thot populli, ju dok që u nal dielli për te. Edhe kjo përballje edhe jona, me dhimbjen e saj, njëkohësisht edhe me dhimbjen tonë, ka qenë shumë e vështirë. Mirë po, e thot populli, plagët i shëron koha. Nuk i shëron koha, asnjëherë si shëron plagët. Mirë po ato vinë është edhe njeriu pajtohet edhe një zbutje ndoshta, po tham, e ban koha për plagën. Edhe njeriu e sheh që duhet me ecë përpara dhe nuk ka